Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Parlamenti Evropian konfirmon se do të hapë zyrën rajonale me Selin në Shqipëri. Ajo ka për qëllim forcimin e mëtejshëm të angazhimit në Ballkanin Perëndimor. Në kontekstin e tensioneve të rritura gjeopolitike dhe momentit të rinovuar pas zgjerimit të Bashkimit Evropian, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbesë një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Parlamenti Evropian. Ajo do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e parlamentit veçanërisht në lidhje me pranimin në BE dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon. Hapja e zyrës gjithashtu do të shërbejë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare nga eurodeputetët, ndërkohë që do të forcojë bashkëpunimin me aktorët e tjerë të Bashkimit Evropian në terren dhe me organizata ndërkombëtare si dhe të shoqërisë civile. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato përgëzoi Shqipërinë për ecurinë e deri tanishme me hapa të shpejtë dhe të sigurt, duke thënë se ka pasur progres dhe se Bashkimi Evropian e mbështet fuqishëm integrimin e vendit. Në kuadër të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, ai ritheksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për të çelur të gjithë kapitujt deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, sipas tij, sfidë nuk është hapja e kapitujve, por përmbushja e reformave. Nuk ka më kohë për zvarritje dhe BE është e gatshme të bashkëpunojë dhe me Parlamentin për të shtyrë më tej punën. Parlamenti është angazhuar për të rritur transparencën, integritetin dhe aksesin e qytetarëve. Kuvendi luan rol më të përgjegjshëm për të promovuar debatin dhe konsensusin, deklaroi mes të tjerash ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato. Ministri e Shtetit dhe kryenegociatorja e Shqipërisë, Majlinda Dhuka, në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian pasi bërë një përmbledhje të punës për vitin 2024, nënvizoi përparimet në klimën dhe zhvillimin e biznesit dhe ecurinë drejt tregut të Bashkimit Evropian. Së fundmi është vendosur hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, një urë lise dhe një hap i madh përpara në prioritetet e Shqipërisë, një afrim i rëndësishëm i rolit të Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor që kontribuon për paqen dhe progresin ndaj familjes europiane, tha mes të tjerash Dhuka. Ndërsa kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku, shpreu shqetësimin për pengesat institucionale dhe politike që kanë bllokuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në deklaratë gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Integrimit, Tabaku theksoi se për muaj të tërë ky këshill është penguar të ushtrojë funksionin e tij për shkak të lëvizjeve të mazhorancës për të krijuar komisione paralele, duke dobësuar kështu institucionet demokratike. Rritja e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Suedisë ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit për ropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Igli Hasani me ministrin për çështjet europiane të Suedisë Jessica Rosengratz. Gjatë takimit të dyja palët kanë theksuar bashkëpunimin dhe lidhjet e frutshme mes Shqipërisë dhe Suedisë, si dhe kanë nënvizuar angazhimin e përbashkët për të ruajtur dhe forcuar vlerat demokratike, paqen dhe sigurinë në Europë. Politik. Kryeministri Edi Rama mbledh grupin parlamentar socialist dhe bën thirrje përfitore në zgjedhjet e 11 maj si e vetëm mundësi që Shqipëria të mbyll procesin e antarësimit deri në vitin 2030. Përpara deputetëve, shefi i qeverisë nënvizoi progresin që ka bërë vendi, ndërsa viti 2027 sipas tij është ofruar si datë nga Unioni për përmbylljen e negociatave. Se nëse ne do humbasim muaj, dritarja do mbyllet. Dhe nëse ajo dritarja do të mbyllet, ne nuk e dim më se kur rikthehet në agjend antarësimi me këtë përputhje interesash. Në fund të ditës është një gjë interesi ynë dhe interesi i çdo vendi për të hyrë në Bashkimin Evropian, është një gjë tjetër ndjekja e këtij procesi nga Komisioni Evropian në nivelin teknik dhe është komplet gjë tjetër përputhja e interesit të 27 vendeve për të thënë po, urdhëroni, ja ku e keni vendin, uluni dhe ju në tryezë. Duke akuzuar opozitën për rolin e saj në integrimin e vendit, kryeministri kujtoi se alternativa e vetme që ofron Partia Demokratike dhe lideri i saj është krijërja e prokurorisë speciale. Po ju marr një shembull shumë thjesht. Ka shumë rëndësi kush qeverisin Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve drejtësisë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja të drejtësisë dhe do neutralizojnë SPAP. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një nga takimet e radhës në Asamblenë e Kavajës dhe Vorës kërkoi vota për Partinë Socialiste si të vetmen forcë që sipas tij e çon Shqipërinë në ombrellën europiane. Na kanë thënë mbyllini negociatat në 2027, pra do të thotë bëni gjithë tyre në shtëpi dhe ne do ju marrim brenda në shtëpi. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti.
Listat e hapura do të jenë për figura të reja politike, por dhe për gratë deputete të cilat mund të futen edhe në listat të mbyllura, si Evis Kushi, Lindita Nikola, Milva Ekonomi dhe Tilda Gjoni, ndërkohë nga deputetët meshkuj është tërhequr Gagara Petro Koçi. Në listë të mbyllur do të jetë ministri Arbian Mazniku si drejtues politik i qarkut Elbasan. 46 kandidat për deputet sipas kodit do të jenë në listën e mbyllur, 14 vende prej të cilave deri tani janë zënë nga drejtuesit politik. 32 vende të sigurta sipas parimit të kryesocialistit mbeten për të rinj figura me kontribut që nuk e kanë pasur kur një mandat deputeti. Pjesa tjetër do të duhet të luftojë që socialistët të ruajnë pozitat e vitit 2021 me 74 mandate deputetësh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Ai cilësoi koalicionin më të fuqishëm në 32 vite që përfaqësojnë shumicën absolute. Koalicioni përfaqëson, e them dhe një herë, minimumi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë, pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhësve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Për ish-kryeministrin kjo është një ditë shumë e veçantë në historinë e përpjekjeve shqiptare për liri dhe dinjitet. Listat e Partisë Demokratike i ka bërë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japin mendimet e tyre, kryesia do vendos për nuk është gjerson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësi. Kryedemokrati theksoi se koalicioni ka në përbërje vajza dhe djem, burra dhe gra qendrestar të pamposhtur, personalitete patriotë, ekspertë të shquar, të shkolluar në shkollat më të mira të Europës dhe të botës. Sipas Berishës, koalicioni e nis garen elektorale me një përshtit të jashtëzakonshme morale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se i ka rezistuar një marrëveshje të ofruar nga kryeministri Edi Rama për të shkrirë SPAK-un. Në një konferencë përshtyp, kryedemokrati informoi se shkaku bë vendimi i prokurorisë speciale për lënien e tij në kushtetë arrestit me burg. Nga burimet diplomatike dhe burimet tjera është ngritur kjo çështje të përpjekjeve të tij për të bashkuar votat me PD-n dhe kjo nuk mund ndodhte, se unë nuk kam që të lë vendin pa institucion akuze kur për një reformim dhe institucion akuze për një vend të lirë, siç duhet të ketë një vend i lirë. Kryedemokrati sqaroi se asnjë hap për reformën në drejtësi nuk do të bëhet pa Komisionin e Venecias. Aktualitet. Forcat e armatosura shtojnë radhët me ushtarakët me gradë të larta. I pranishëm në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast në Ministrinë e Mbrojtjes, ministri Piro Vengo vlerësoi kontributin e gjithë secilit prej ushtarakëve dhe theksoi nevojën që kanë forcat e armatosura për investime në kapacitete njerëzore përballë sfidave të kohës. Që është e vërteta, kemi më shumë general brigade se sa brigada sot, absolutisht. Qoftë komponentin operacional, qoftë dhe në komponentin efektiv. Po kjo nuk do të thotë që nuk duhet i kemi në të ardhme, dhe besoj se të gjithë e keni parë që Direktiva e Mbrojtjes 25 fillon me rritjen e numrit personelit aktiv. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë deklaroi se zgjerimi i terrenit të misioneve të forcave të armatosura nga pikpamja e industrisë ushtarake do të jap mundësinë që t'i promovojmë këto kapacitete dhe t'i shfrytëzojmë në këndvështrimin e gërshetimit midis forcave dhe industrisë. Në gjithë misionin që kemi këtë vit për tërësinë e forcave, në mënyrë që ta transformojmë këtë besim të madh tek paguesve shqiptar, detyrim në kuadër të përgjegjësive që kemi pranë aleancës dhe përballje me kërcënimet e gjithanshme që kemi, në mënyrë që rritja e buxheteve të mbrojtjes të transformohet në një oportunitet ekonomik për vendin, për gjithë shqiptarët dhe të kemi një qasje gjithëpërfshirëse për sa i përket qëndrueshmërisë së Shqipërisë. Me dekret të Presidentit të Republikës, General Brigade Ferdinand Dhimo dhe Petrit Çuni do të mbajnë gradën General Major, kundër Admiral Adnan Agastra do të mbajnë gradën Nën Admiral, ndërsa kolonelët Ardian Lilo, Bebie Kuti dhe Hamdi Doda do të mbajnë gradën Madhore General Brigade. Nga 1 marsi lëvizja në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës në pikalimet në Vërnis dhe Morin mundsohet vetëm përmes dokumentave të identifikimit. Udhëtarët që shfrytëzojnë pikën kufitare nga 1 marsi duhet paraqesin dokumentet në 2 muaj të ardhshëm. Ata vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë proces pasi shprehen për lëvizje të lirë në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pika kufitare e përbashkët Shqipëri-Kosovë përpunon numrin më të madh të automjeteve dhe udhëtarëve që hyjnë dhe dalin në të dy anët e kufirit. Drejt përfundimit rruga Shëngjin-Velipoj. Përmes rrjeteve sociale, kryeministri Edi Rama ndau pamje nga punimet që po kryen në këtë rrugë. Një tjetër spektakël i bukurive shqiptare në vazhdën e zbulimit të Shqipërisë turistike, shkruan Rama. Rruga Shëngjin-Velipoj konsiderohet një akt i rëndësishëm dhe me hapjen e saj do të krijohet një boshë i ri në një zonë me potencial më të madh zhvillimi turistik. Nga porti i Shëngjinit, rruga i bashkangjitet shpatit në lartësinë 100-120 metra mbi nivelin e detit dhe ruan të paprekur plazhin e Shëngjinit, ranën e Edhur dhe plazhet e tjera të zonës.
Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.